Ka padur vërtet të peshë kaq të madhe? Po. Poliçani ishte komplet i izoluar. Dhe u krijuan mite dhe legjenda rreth Do i merr leje që të shkojë atje. Po, ishte domethënë shumë i ruajtur, sekreti i ruhesh me një fanatizëm të veçantë dhe në uzinë nuk mund të hynte çdo njeri. Normale. Kjo është normale. Dhe sekretet e uzinës nuk dilin dot për jashtë. Domethënë kishte një rregull, kishte dy lloj ruajtjesh. Ruajtje nga jashtë ishte sistemi i mbrojtjes kundërerore, ishte një regjiment apo safat, dhe sistemi i sigurimit të qytetit dhe të uzinës. Ka patur tentativa për ta thyer zoti Abilaj gjatë periudhës së diktaturës? Patjetër. Janë bërë tentativa për të nxjerrë sekrete, për të marrë. Ka patur, po, por ato janë mbyllur, neutralizuar, sepse është e natyrshme që shtetet të ndryshme do ndërhyjnë në forma të ndryshme për të... Po pas 90-s këto sekrete dolën? Pas 90-s... Apo s'mbeti gjë pa dalë? Aty s'ngeli gjë pa dalë, kryesore atje që filloi dëmtimi i teknologjisë, i pajisjeve, derisa u degradua. Aty ngarkoheshin kamion të tërë me pjesët, me elektromotorët e pajisjeve dhe shiteshin në Greqi për skrap. Një skandal i madh. Në mes të ditës. Aty duhet të kemi parasysh që automatët e prodhimit, për shembull, të fishekëve kishin një kosto jashtëzakonisht të madhe. Ishin blerë nga Zvicra, nga Franca, nga... Deri në këto vende? Po, Belgjika, më të mirët, për shembull... Automatët çfarë janë për ata që nuk e dinë? Automatët janë pajisje që i jep llamarinën, i jep barutin, dhe ai të nxjerr fishekun e gatshëm. Dhe ishin marrë në vendet më të zhvilluara, po më thon. Po, për shembull, automatët zviceran prodhonin 80.000 fishek në 8 orë. 10.000 fishek në orë. Automat vetëm një njeri e komandonte atë. Ai donte vetëm furnizimin me lëndë parë dhe ishin 3 automatë të tillë zviceran, të cilët njëri punonte, 2 ishin rezervë. Pra nuk në 3 vetëm një. Njëri punonte, mjaftonte 80.000 në... Po cila ka qenë kosta që është blerë nëse dihet? $150.000 një automat. Në atë periudhë kohe. Llogarit që mund të jetë $500-600.000 sot. Pra kishte një teknologji të përsosur dhe kjo teknologji, jo vetëm këtu, po edhe në uzinat e tjera, rinovoheshin me program. Pasi konsumohesh ose vjetërohesh, ose futeshin teknologji të tjera, ne i zvendësonim... Po cilësia këtyre municioneve, si ka qenë? Një lloj sipas standardeve ndërkombëtare. Ne punonim standarde të larta. Ne punonim kryesisht me 2 standarde. Në fillim kemi patur standardin rus, pastaj standardin kines ishte po një vazhdim i standardit rus, i cili është i një lloj me standardet e tjera ndërkombëtare. Për ta mbyllur diskutimin për Poliçanin, gjithë ajo dije, gjithë ajo njohuri është ruajtur sado pak, mua më duket sikur pak sikur zbehur, zhdukur, nuk e di. Poliçani mori një goditje totale mbas viteve 90. Ngelën pa punë, njerëzit llogarit 5-6.000 veta që një qytet që mbahesh vetëm me këtë industri. Njerëzit ikën. Dhe ikën specialistët, kishin vite. Ndërkohë është e habitshme se është një industri e cila mund të shërbente edhe në demokraci shumë mirë. Shumë mirë. Nuk ishte pse të shkatërrohej një gjë me kaq vlerë, po. Ky është tjetër diskutim. Atje mund të prodhojë jo vetëm fishek, po edhe gjëra të tjera që të tipit? Të gjithë llojet e industrisë mekanike që ka nevojë vendi, ajo mund t'i bënte shumë mirë me atë sistem teknologjie që kishte atje. Po duhesh prishur dhe u prish. Ka mbetur ndonjë gjë apo nga këto që më thoni? Domethënë aty janë shkatruar zonat se ishin zona të ndara. Fonderia më vetë e gjitha me radhë. Zona kimike, më duket zona D, ku bësh gjithë përpunimi kimik i gjithë prodhimit, ka dalë jashtë loje. Dhe ka ngel shumë pak, do me thënë këto rreth 10% e kapacitetit të uzinës ka ngel sot që punon
janë bërë vjedhje masive. Për shembull, vjedhje e bronzave që vazhdon historia në gjyqe. Stafi që erdhi pas viteve 90 e kishte mendjen vetëm për të vjedhur. Për shembull, vetëm në bronze, që vazhdon një histori në gjyq e nuk po zgjidhet, janë vjedhur rreth 500 tonelata bronz. 500 tonelata? Tonelata bronz cilësor. Po ku kanë vajtur? Kanë janë shtetit? Janë shitur jashtë shtetit. Kontraband me siguri. Patjetër. Me çmimet lira e tjera, sepse ishte një mall i trashëguar dhe ishte si mall kot, nuk ishte gjë shqiptarëve. Dhe kështu u shkatruan rezervat e lëndëve të para e tjera dhe ne trumbetonim e të madhe që po zhdukim rezervat e mbetura nga komunizmi. Ndërkohë ato ishin me shumë vlerë. Tani, në qoftë se do ringrihet, ka probleme të mëdha për furnizimin me lëndë parë. Po ju sjell një shembull. Për shembull, TNT-ja për municionet prodhohesh tek ne në mjeks. Lëndë plasëse. Lënda plasëse. Për ta blerë atë sot në tregun ndërkombëtar, këto ditë është 6.000 euro toni. Sa ka patur Shqipëria? Ne prodhonim qindra tonelata në mjeks për ushtrinë dhe për eksport. Një pasuri e jashtëzakonshme, edhe eksport. Me që kaluat e mjekësit. Lëndët plasaj ne i eksportonim. Ka të mira kanë qenë. Çfarë prodhonte Shqipëria? Ja, që jemi këtu. Kalojmë te mjeksi, pra, në Elbasan. Po, barutin që donte kombinati Poliçanit për prodhim municioni, prodhohesh në mjeks. Të gjitha llojet e barutit. Ka qenë zinxhir i gjithë. Pra, ishte cikli i mbyllur. Dhe baruti sot është 200.000 euro toni në tregun ndërkombëtar. 200.000 euro toni. Ne e prodhonim në vend. Pra, janë këto probleme që kërkojnë një financë shumë të madhe. Edhe shteti ngec përpara këtyre. Se po të ishin ruajtur, i kishe mbyllur, i kishe konservuar, i mbaje në graso, të gjitha pajisjet, mund t'i rihapje sot me pak financime, ndërsa tani do e fillosh nga... Po historia e mjekësit në Elbasan si ka qenë? Edhe mjeksi ka filluar, edhe mjeksi ka qenë një fshat. Është akoma. Ka qenë një fshat i humbur. Në vitin 1960 dhe aty filluan të u projektua për ngritje të industrisë ushtarake. Dhe filloi prodhimi i barutit, baruti për çifte, baruti zi i thjesht. Pastaj erdhi gradualisht duke u përsosur 1966-67. Paralel me ngritjen e Poliçanit filloi mjeksi. Dhe erdhi gradualisht derisa në vitet 1980 u ble një teknologji moderne e fundit fare nga kompania Boforts suedeze. Është njëshi në botë për prodhimin e lëndëve të plasëse. Është kompania numër 1 për sasi dhe cilësi. Dhe shumë vende blejnë teknologjinë te kompania Boforts. Kostua e teknologjisë ka qenë në vitet 1981 përfundoi ndërtimi i mjeksit, teknologjia e marrë nga Bofortsi ka qenë $120 milion në atë kohë. Do më thënë disa $100 milion me vlerën e sotshme.